Kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, inspektoi nga afër ecurinë e punimeve për rikonstruksionin e plotë të kopshtit Beptusha, një prej investimeve më të rëndësishme që po realizohet për fëmijët e qytetit. Projekti përfshin rikonstruksionin e plotë të godinës së kopshtit, si dhe sistemimin e sheshit përpara tij, duke krijuar kushte më të mira për fëmijët dhe komunitetin e zonës. Investimi do t'ju shërbejë rreth 150 fëmijëve, ndërsa do të krijojë një hapësirë moderne, të sigurt dhe funksionale edhe për banorët e lagjes. Gjatë inspektimit, Kryebashkia Beci u shpreh se punimet po vijojnë me ritme të larta, me synimin që gjithçka të jetë gati për të pritur fëmijët në muajin shtator. Jemi në kopshin Beptusha, është një nga ndërhyrjet, po bëjmë në vazhdim të ndërhyrje nëpër kopshe që Bashkia po bën në reformimin e gjithë sistemit të infrastrukturës për kopshet dhe për çerdhet. Sot kemi ndaluar te Beptusha, që është një nga kopshet më të mëdha të Shkodrës, janë rreth 150.000 kopshte dhe çerdhe. Është një transformim komplet i gjithë këtij kopshti, do të thoja, që është në zemër të Shkodrës, e infrastrukturës jo vetëm brenda saj, po edhe të gjithë infrastrukturës ndihmëse për lodrat e fëmijëve të parkut. Jam i kënaqur me punimet deri tani, do ta falenderoj firmën edhe njëkohësisht ekipin e bashkisë që po e ndjek nga afër punimet. Janë punime cilësore, është një standard krejt i ri, po vendosim një standard që nuk ka qenë kurrë në qytet, por me kënaqësi më të madhe, nuk ka investim më të mirë, më të bukur dhe më me dashuri që ne e bëjmë për fëmijët. Një nga problemet që ka pas kopshti dhe që kena edhe nga prindrit është që pjesa e infrastrukturës përpara se me në kopsht, gjithë sheshi përpara është kërkuar edhe nga banorët e pallateve, ne do të ndërhyjmë bashkë me kompaninë, kemi rënë dakord që sistemet dhe pjesën përpara të infrastrukturës. Kështu që gjithë ky kënd i fëmijëve do të shoqërohet edhe me një përmirësim të infrastrukturës mes pallateve në funksion të kopshtit, po dhe në funksion të banorëve. Mendoj që është një nga punët më të bukura që po bëjmë në qytet. Rikonstruksioni i kopshtit Beptusha është pjesë e investimeve të Bashkisë Shkodër për përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe krijimin e ambienteve më cilësore për edukimin e brezit të ri. Përveç rikonstruksionit të kopshtit Beptusha në Shkodër, ka përfunduar edhe rikonstruksioni plot i kopshtit 1 Qershori, ndërsa shumë shpejt pritet të nisin punimet për rikonstruksionin e kopshtit Tom Alim Hilli, investimet drejt për drejta që synojnë përmirësimin e kushteve për fëmijët në qytet.